30 maj është afati i fundit për të gjithë fermerët që ende nuk kanë aplikuar për të përfituar mbështetje financiare në sektorin e të mbjellave stinore, frutikulturës, vreshtarisë, bletarisë, gjedhve e të tjerë, si pjesë e skemës kombëtare mbështetëse të bujqësisë. Fermerët marrin fonde për fara e fidan, bimet mjekësore për kultivimin në sera, ku kultivuesit e perimeve, luleshtrydheve dhe rrushit do të marrin 200.000 lekë për 1 hektar. Edhe fermerët e bimeve medicinale do të marrin 30.000 lekë për hektar, po ashtu në fuqi do të vijojë të jetë edhe skema e naftës pa taksa. Me 1.000 lekë për koshere do të mbështeten bletarët me jo më pak se 50 koshere, ndërsa blegtorët që mbashtojnë viça do të përfitojnë nga 5.000 lekë për krerë, ata që mbashtojnë lopë do të përfitojnë 10.000 lekë mbështetje për tufa jo më të vogla se 10 krerë, ndërsa për dhije dele financimi është 1.200 lekë për krerë, për tufa jo më të vogla se 100 krerë. Pas përfundimit të afatit, të gjitha aplikimet e kryera nëpërmjet e-Albania i nënshtrohen procesit të kontrollit administrativ që shqyrton përputhjet e vetë deklarimeve në lidhje me parcelat, sipërfaqet, kulturat dhe dokumentacionin që mbështet këto deklarime. Pas kontrollit administrativ, aplikanti njoftohet mbi rezultatin e aplikimit, i kualifikuar apo i skualifikuar.